Ne jemi të ndërgjegjshëm dhe të vendishëm, se nga se jemi të parët, ata do përpiqen ta qesharaqëzojnë, tallen, luajnë, na tregojnë pamundësinë, çfarë do bëni ju? A mund mateni ju me këta që kanë gjithçka? Dhe po, kanë gjithçka, është e vërtetë. Kanë 8 ditë që janë kështu. Se s'ka ndryshuar regjimi. Ka ndryshuar loja, po jo regjimi. Kanë 8 ditë që janë po të mirë. Ama unë po ju them, a ju ndalën dot kur ju erdhi mesazhi sot për me u bashku këtij takimi. A ju ndalën dot për me qenë këtu në këtë takim, kaq bukur, kaq solemn. Momenti që gjithë fuqia e tyre nuk ka mjaftuar dhe ju ndalë me ardhë sot këtu. Unë do të them, nuk kemi pasur më parë. Sepse po të ishin kaq të fuqishëm, nuk do të kishte hyrë në atë derë. Tani imagjinoni pak si vjen cikli. Fillimisht na duhet një kallauz. Dhe çdo njeri që u ka ftuar për me ardhur në të derë, është kallauzi i parë. Por prej sot, momenti që ne po e shohim njëri tjetrin në sy. Po momenti që ne po e kuptojmë që po jemi. Fillon punë proces ndërgjegjja jonë. Dhe ndërgjegjja jonë ka një sekret shumë të madh. Thot një poet grek, ndërgjegjja do të ishte mbushur me lotë. Tani, a mundet të njëri për nesh të harrojë lotët e Ilionës, lotët e Atës, lotët e Evës, lotët e Regjinës, lotët e Pramlerës, lotët e Vetit, kur ata folën që janë tjerë për zënë në këtë vend. A mundet të njëri për nesh thotë, jo, nuk ekzistojnë ato, s'kam punë ato. Regjimet përpiqen të mbushin ndërgjegjjen me halle. Por mos me mund me pa lotët. Dhe du me në mbyt me halle. Dhe ne shpesh themi, kam shumë halle, kam hallet e mia, kam shumë halle, kam hallet e mia. Dhe nuk dalim dot për te. Por unë po ju them, lotët nuk na mbysin. Lotët na mësojnë fuqinë. Na mësojnë fuqinë për me pa për te. Hallet na bëjnë njerëz të vegjël, hallet na shtypin. Prandaj ata na thonë, ti ke hallet. Ti s'mundesh. Ti s'ke fuqi, se e hallegji. Mos u merr me vetë. Unë marr një vendim. Jo nga hallet, por nga shpresa. Jo për me mbyt veten dhe me shtyp veten nga hallet, por nga lotët, për me posër. A di çfarë është surfi? Surfi kërkon val, kërkon lëvizje. Loti jep val. Loti ka presion. Loti të ngrehet për te asaj që është e mundshme, për te asaj që është e dukshme. Nuk të mbyt, të ngrehet lart. Këtë kemi bërë në bashkë. Kemi bërë surf në net dhe surf në lotin e ndërgjegjjes tonë. Dhe nuk e ju e në këtë të tregojë se e dim se mi me.